Aksi Shkodër-Hani Hotit është një aks në cilin prej vitesh janë regjistruar aksidente shumëta, shumë njerëz kanë humbur jetën e shumë të tjerë janë lënduar rënd. Ky aks është një nga më të rëndësishmit jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë vendin pasi lidhet me pikën kufitare Malin e Zi. Për banorët e zonës, kalimi në këtë aks është i rrezikshëm, por nga ana tjetër shpresin një nga shkaktarët e këtyre aksidenteve janë edhe vetë këmbësorët. Po në aksidente. Po për jo vetëm fëmijë s'ka dhënë, po kanë shëtuar me familjarë, nuk ka dhënë fëmijë. Nuk e din. Të për makina. Po aksidentit e shumë të që ka nëlla, mendon se kanë një çështë pa kujdesijet apo? Ma shumë është pa kujdesijet. Ma shumë. Ka ty e ashtu, po ma shumë është pa kujdesijet. Bili ma shumë edhe vërejt e kamësorëve se qa e... Po për ju kamësorët janë i kje ma problem? Kamësorët, se nuk e venë për planë në lecin. Pa ashtu, pa dhjetë që në thënë tim për njata. Aksidentet, kushtë e kërës? Janë ka gutën i fije, po rrisë shko kërkush. Mie nuk e, se nuk eshtë ashtë të tonë, jo, në i pjanet, se në i ashtu, a i e kohët vetën, po s'kem të i bajnë. Po më ronë djali se kam ngreshi. Atë në thes bushatit, ka shëtit të ngreshi, në thes bushatit një aty, ka baj rotullim me makina ka këllye, a i ka pështuë. S'kem që bojnë, po edhe se në dhe në vetit. Mungesa mbi kalimeve për kalimtarët dhe ndryshimi i rrogor janë ndër shkaqet kryesore të këtyre aksidenteve në aksin Shkodër-Hani Hotit.